Ju përshëndes të nderuar shikues të televizionit Fokus, kemi të ftuar sot në studion tonë përfaqësues të qendrës Saulona, deg e qendrës shqiptare për popullsinë dhe zhvillimin zonjën Migena Balla, si dhe përfaqësues të forumeve të pavarura të gruas, përkatësisht në Rikum zonjën Flora Meçaj, në komunën Qendër zonjën Vitjola Dako dhe në komunën Novosel zonjën Matilda Beqo. Do dëshiroja që në këtë bisedë të realizonim një rezume të arritjeve të gruas në vitet e demokracisë dhe ftojmë zonjën Migena Balla si përfaqësuese e qendrës Saulona për të na bërë një përmbledhje të sfidave dhe arritjeve të gruas në këto vite. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Të flasësh për arritjet e gruas në këto vite të demokracisë, sigurisht që duhet fokusin ta përqendrosh tek pozicioni i gruas në familje, në shoqëri dhe në politikë. Dhe në këto tre këndvështrime do thoshim që gruaja ka arritur diçka. Në aspektin e familjes, gruaja sot duket se është më pozicionuar. Ka vendin e saj, ka të drejtat e saj, sigurisht që ka dhe detyrimet e saj brenda familjes. Dhe në aspektin ligjor, kodi i familjes ka ndryshuar vitet e fundit dhe i ka dhënë një mbështetje më të madhe gruas në gjitha drejtim, por sidomos në situatat vështira siç janë situatat e rasteve të divorcit. Në aspektin shoqëror, sërish gruan e shohim më të aktivizuar, e shohim më të përfaqësuar në nivelet të ndryshme të shoqërisë. Sigurisht që ka ende për të bërë, por diçka ka ndryshuar. Edhe në aspektin politik, shifrat që vinë nga përfaqësimet e gruas në politikë në gjitha nivelet, qoftë në nivelin lokal, qoftë në atë qendror, apo edhe në parlament, do të na jepnin prap një rezultat pozitiv të zhvillimit të pozicionit të gruas. Megjithatë, gjithmonë ne nuk duhet të kënaqemi me këtë që kemi arritur. Dhe qendra Saulona është një nga ata faktor që ka vite që punon në qytetin e Vlorës dhe në rrethina, jo vetëm. Dhe fokusi ynë është pikërisht kjo, pozicionimi i gruas, të drejtat e saj, dhe në projektet që ne kemi zbatuar dhe jemi duke zbatuar, sërish gruaja është në fokusin tonë. Kemi ofruar dhe vazhdojmë të ofrojmë trajnime të ndryshme për të drejtat e gruas, për dhunën me bazë gjinore, sidomos dhunën ndaj gruas, e cila është forma më e shprehur e dhunës në familje. Një projekt që ne kemi së fundmi, cilën dhe ju një pjesë domethënë e prezantuat, është projekti për mobilizimin e gruas për zhvillimin e komunitetit. Edhe ky projekt konsiston pikërisht këtu, domethënë që nga fakt mobilizimi i gruas, ne duam që gruaja të ndjehet e fuqishme, të ndjehet se ka forcë për të shkuar zëri i saj, jo vetëm në ato bisedat që ankohen midis tyre, apo në familje, apo në shoqëri më të ngushtë, por edhe më lart, ta çojmë atë tek pushteti lokal për gjithë problematikën që e shqetëson përditshmërinë e saj. Qendra Saulona nuk lë rast pa shfrytzuar për të motivuar gruan dhe femrën shqiptare. Edhe festën e 8 marsit, që në Shqipëri është bërë traditë që edhe të festohet, ne u munduam të jepnim edhe një përmas tjetër, atë përmasën e protestës ose të ngritjes së zërit të këtyre grave. Dhe dha mundësinë që bashkë me përfaqësi të shoqatave të tjera në Vlorë, u ju bashkuam zërit që të kemi një numër më të madh të grave në politikë dhe në vendimarrje. Kjo nismë është në vazhd të punës që ne kemi bërë si pjesë e rrjetit për nxitjen e pjesëmarrjes së gruas dhe të rinjve në vendimarrje dhe në politikë, pjesë e cilës është dhe shoqata jonë, sigurisht. Dhe u dha dhe një deklaratë përshtyp që edhe nga televizioni juaj është bërë e njohur për opinionin publik, ku theksi dhe zëri shkonte aty që gruaja duhet të jetë më e përfshirë në vendimarrje dhe në politikë. Dhe këtu ju bë thirrje të gjitha partive politike që t'i rinovonin, kur të rinovonin listat në gjitha qoftë në nivelin lokal dhe në atë qendror, të shihnin të poziciononin më shumë edhe në numër, por edhe në cilësi gratë.
por edhe një thirrje për gjithë politikanët që të jenë më aktiv në këtë kauz, pra në rritjen e pjesëmarrjes së gruas në vendimarrje dhe në politikë. Edhe në Orikum, zhvilluam sërish me rastin e 8 marsit një aktivitet, edhe ai për t'i thënë prap një shtys, por edhe për t'i thënë gruas që ne jemi aty për ta mbështetur dhe për të ngritur zërin e saj. Aty gratë që ishin anëtare të forumit të pavarur të gruas që ne kemi ngritur në kuadër të këtij projekti, së bashku me gratë të tjera të komunitetit, kishin një banderol përpara ku shkruhej mobilizimi i gruas kusht për integrimin dhe të drejtat e gruas kusht për zhvillimin. Dhe këto, domethënë, ishin ajo që këto gratë donin t'i thoshin pjesës tjetër të komunitetit që ne jemi këtu sepse vlejmë dhe sepse jemi një pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit të shoqërisë. Ndërkohë, le të njihemi pak edhe në situatën e gruas në zonat rurale, cilat janë disa nga rritjet e gruas dhe të vajzave të reja në zonat rurale, përkatësisht në Orikum, Novosel dhe komunën Qëndër. Zonja Flora, ju si një përfaqësuese e komunitetit të Orikumit dhe në bashkinë e Orikumit, si pjesë e bashkisë Orikumit, çfarë mund të na thoni lidhur me situatën e gruas? Unë do të thoja në lidhje me të drejta dhe lirit themelore që ka dhe i takojnë gruas, nuk është një është një drejt, në fundit është një drejt që lind me lindjen e njeriu. Në Orikum është diçka më ndryshe, mendoj, nga zonat rurale që janë rreth e rreth. Por prap unë mendoj se ka akoma për të bërë, ka goxha punë për të bërë. Në lidhje me është një sfidë vërtet shumë e madhe papunësia e gruas. Papunësia e gruas është një plagë e shoqërisë, është që e kufizon gruan, ja kufizon dhe ato të drejta dhe ato liri që ajo ka, sepse nëse ajo do t'jetë në punë, do t'jetë me integruar në shoqëri, do t'jetë me integruar në politikë, do t'jetë integruar në politika sociale, në gjitha problemet që i dalin në jetën e përditshme, në gjitha sfidat, në gjitha të mirat apo të bukurat që ajo mund të ketë në jetën e përditshme. Por edhe në vështirësitë që has në të gjitha problemet që ka gruaja, qoftë edhe në familje, qoftë edhe brenda familjes, qoftë edhe në shoqëri, në të gjitha hallkat që përmenda më lart, unë mendoj se ka goxha punë akoma. Do të thoja që një fakt që ishte krejt ndryshe dhe ndryshoi goxha, ishte një panajir që është bërë në Orikum. Një panajir që u bërë në kuadrin ose më mirë me anën e ndihmës së Qendrës Aulona, por në bashkëpunim me Bashkinë e Orikumit. Një ambient shumë modest. Përpara bashkisë u shtruan tavolina, u përgatitën gatime nga vetë gratë e zonës, por aty ishte krejt ndryshe sepse ato u shkëlqenin syt nga ajo që kishin bërë, sepse ndiheshin të vlerësuara. Kur shumë mirë edhe në familje që ato e bëjnë për ditë këtë me kaq dashuri, këtë gatim, nuk mund të kenë marrë as ndonjëherë ndonjë kompliment, saç komplimenta kanë marrë atë ditë. Aty u bën dhe flet palosje në lidhje me këtë. Kjo do me thënë thjesht për të ndihmuar, do me thënë sadopak në atë biznesin e vogël që mund të kenë këto gra. Në biznesin e vogël të turizmit, që të tërheqi edhe turist brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Dhe duke marrë ato, apo edhe ato telefonatat që menin, apo ato përgëzimet, apo ato komplimentat që menin, ato u ndjen krejt ndryshe. Dhe kjo ishte diçka krejt ndryshe se i krijonte një besim tek vetvetja, i krijonte një thoshte që unë jam e zonja të bëj diçka, unë kam vlera që të them që jam diçka dhe e meritoj këtë. Përveç kësaj, me thënë që ishte një ndihmë goxha, me thënë që tregon që gruaja nuk duhet të rrijë brenda atij kuadrit brenda familjes apo asaj guacës që është mësuar gruaja të rrijë. Kjo nuk mendoj që është e vetmja, po do shumë gjëra të tjera për të arritur, shumë luftë. Në fundit luftë vetëm nga gruaja vetë njëherë, sepse nëse gruaja nuk do të luftojë vetë,
Askush nuk do ta marri përdore ti thotë që hajde se kjo e drejtë takon ty. Absolutisht jo. Duhet të luftoj vetë dhe duhet të bëhet shqiponjë që t'ja dalë. Të përballoj të gjitha sfidat që ka shoqëria jonë patriarkale. Sfidat që kanë zonat rurale. Ka patur raste që edhe në atë turizmin e vogël që krijohet midis hoteleve apo turizmit që do me thënë drejtohet në zonën tonë, 1 apo 2 apo 3 gra mund të kërkojnë në punë. Por ka patur raste që këto gra e kanë censuruar veten vetë, sepse thosh çfarë do mendoj ai dikush tjetër që unë të shkoj të punoj në hotel. Dhe kjo është me vërtet një plagë, do të thotë që ka akoma punë për të bërë. Duhet të ndërgjegjësohet një gruaja. Duhet të ndërgjegjësohet gruaja vetë. Nëse nuk ndërgjegjësohet vetë ajo, nëse ajo nuk lufton vetë, nuk ka për të arritur dot. Shoqëria është e tillë që nuk t'i jep gjërat gati, po duhet t'i marrësh vetë. Dhe ajo është me forta që ti fitosh vetë me mund, nëse i fiton me mund dhe me djers, këto të drejtat tua nuk do të mohohen kurrë me kurrës. Kështu mendoj. Ndërkohë në komunën Qendër, cilat janë disa nga aktivitetet e ndërmarra për sfidat e gruas dhe për arritjet e gruas në shoqëri? Komuna e Qendër, ashtu siç është një komunë e madhe, ka një shprehje të madhe gjeografike dhe problematikat në atë komunë janë të mëdha për gruan. Ashtu se tha dhe parafolësja që problematikë është puna, ku gratë janë të papuna dhe nuk kanë mundësi që të punësohen. Një problematik tjetër është dhuna në familje. Dhe kjo dhunë në kohët e fundit, ashtu si që janë dhe nga statistikat që kemi vënë, sa vjen edhe rritet. Grua nuk ka vetëm dhunë fizike, ka dhunë emocionale, shpirtërore, dhe këtë dhunë ajo e ndjen më shumë se të gjithë pjesëtarët e tjerë të shoqërisë. Mund të them që Komuna e Qendër ka patur disa arritje sepse gratë janë munduar të dalin nga ajo pjesa e mbyllur e vetvetes së tyre, të kërkojnë disa të drejta, por këto të drejta nuk mund t'i arrin dot vetëm. Duhet bashkëpunim, me thënë gratë kur janë të bashkuara, mund të arrin atje për të realizuar ose për të nxjerrë problematikën e tyre më në dukje. Mund të them që në zonat më të thella të komunës tonë problematika është më e madhe. Gratë nuk mund t'i përballojnë ato sfidat që shohin. Por shpresojmë që me kalimin e kohës gruaja ta gjejë nga vetja, sepse vetëm ajo, ashtu si tha dhe parafolësja, mund ta përballojë sfidën. Nëse ajo do ta kërkojë të drejtën në radhë të parë tek vetja e saj, s'mund ta gjejë në asnjë vend tjetër në shoqëri. Ndërkohë në komunën Novosel, një zonë tjetër rurale, si paraqitet gruaja sfidat e saj dhe arritjet në këtë zonë? Po, mund të themi se në komunën Novosel gruaja, edhe pse duket më emancipuar, më e shkolluar, më e arsimuar, edhe aty ne gjejmë sfidat të cilat ajo përballet çdo ditë. Një nga këto është mentaliteti i zonës. Nuk lejon që gruaja të përfaqësohet dhe të gjejë veten e saj në vendimarrje. Kemi pasur raste kur gruaja, edhe pse ka dashur gjithmonë që të jetë pjesë e politikës, pjesë e vendimarrjes, pjesë e strukturave arsimore, pjesë e shëndetësisë, nuk ka gjetur atë mbështetjen e duhur, qoftë edhe nga familja, sepse çdo kush nga ne kërkon nga familja një mbështetje. Këtë gjë nuk ja kanë dhënë as bashkëshortët, as pjesëtarët e fisit, por mund të them që në komunën Novosel kjo sa vjen edhe zbehet, sepse ka arritur që ne të kemi një potencial dhe edhe gjatë kohërave më përpara ka pasur potencial ku gruaja është arsimuar, është shkolluar dhe ka arritur që me forcë dhe me besim tek vetja ti ndërmarrë këto nisma. Megjithatë, ne shohim që edhe në përfaqësimin e saj, ajo luan një rol vendimtar, pasi edhe në Këshillin e Komunës, sot, aktualisht, ne kemi 3 përfaqësuese gra, një ndër të cilat jam edhe unë. Aty gjejmë vetveten dhe shprehim ato problematika që ne na shqetësojnë për ditë dhe mundohemi që burrat të cilët i kemi pjesëtar të Këshillit
dhe na dëgjojnë dhe ata të bashkohen me nismat që në ndërmarrin. Zonja Matilda, ju si një ndër antarët e Këshillit Bashkiak të Komunës Novosel, ndani pak me një eksperiencën tuaj. Ka qenë e vështirë, ka qenë pak sfiduese nga ana juaj të merrni pjesë në Këshill dhe si e keni realizuar këtë arritje? Unë nuk e kam parë sepse shumica mund të mendojnë apo mund të thonë që e ke parë si përfitim personal. Jo. Kam dashur që aty të jem zëri i grave, kam dashur që aty të jem zëri atyre femrave të cilat arsimohen dhe shkollohen për të sjellë risi në jetën e komunitetit. Gjithmonë në çdo mbledhje që ne kemi bërë, duke qenë se problematikat janë nga më të shumtat, unë them që ne të tre femra kemi arritur gjithmonë që të ngrem zërin dhe të tregojmë që edhe ne ekzistojmë, edhe ne dim të sillim ndryshimin, edhe ne dim të punojmë. Prandaj, ashtu si ne votojmë për të qenë pjesë e shoqërisë, që kur na është dhënë kjo e drejtë, ashtu ne edhe gjithmonë ndërmarrim nisma për të sjellë ndryshimin tek vetja jonë, tek familja dhe tek shoqëria. Dhe në fakt, më fal Ermelinda, dhe në fakt Komuna Novosel ka përfaqësim më të lartë në Këshillin e Komunës. Ka 3 përkatësisht, janë 3 antare femra, ndërsa në komunën është vetëm një. Në komunën Qendër, edhe në Bashkinë Orikum është vetëm një antare femër. Në Këshillat komunare dhe në Këshillat bashkiake. Kështu që Matilda ka të drejtë që të mburë të bëhet mirë. Pse kjo situatë? Pse në komunën Novosel ka më shumë përfaqësim nga gra, ndërkohë që në komunën Orikum, që është edhe një bashki, është vetëm një. Këto janë probleme të partive politike. Unë jam monitoruese në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në Orikum dhe antare